Gjithsesi nuk është ky shkëlqimi i tyre i vetëm dhe i fundit, po besoj që do të kemi edhe shumë e shumë medalje të tjera të cilat do të na vinë në muajt në vazhdim. Gresa Bakraçi dhe Tiron Mamusha janë këtu me ne. Të dy kanë zënë vendin e parë, njëra në 10 dhe tjetrin në 21 dhe do të flasim sot për shumë gjëra bashk. Mirë se erdhët, është kënaqësi ju pas këtu. Faleminderit. Me këpo e nisim, hajde me Gresën, me qenë se gjinja femrore kanë gjithmonë përparësi. Gresa, mirë se vjen, është kënaqësi me të pas këtu dhe urimin një herë. Faleminderit shumë për ftesën, edhe ndina shumë e lumtur sa herë që jam në emision të ti. Sa e përgatit për atë veça, apo kjo ardhë ndoshta këtë rast sa mu dok? Faktikisht, unë përgatitjen edhe e kom pas më herët se kom marrë pjesë para një muaji në kampionat botror, kështu që atë formën teme të vrapimit e kom pas. Mirë po, në Tokyo pas përfundimit garës, unë e kom mbyllë sezonën edhe kom pas nevoj për një pushim, si që dhe ceka. Edhe po atë natë kom brinë orën 2 natës dhe vrapimin e kom bon mëngjes. Për mu nuk u konë diçka shumë me vështirë, për shkak se unë tani po përgatitem për e gara shumë të mëdhaja ndërkombëtare, edhe momentin kur unë vrapoj në Kosovë ose në Ballkan, për mu për momentin është diçka shumë e lehtë, muj me thonë. Kështu që unë dielën vrapova më shumë se kisha nevojë me pas atë energjinë e shtetit tem, kish marrë malli me vrapu me atlet ose vrapus të Kosovës, gjithashtu ishte prezent edhe trajneri im që nuk i kisha pa disa muj, edhe kjo kona një prej arsyeve që e kum shiju maksimalisht këtë garën e 10 kilometrave. Veç do këtë Gresa aty edhe rëmbën çmimin. Për bjen kështu? Bile, kur e përfundova garën, një më kthi direkt në pej, edhe po më thirr sekretari, tha Gresa po të presim për intervista. Thash, një më kthi në pej, tha që të po shihet, sa shumë lehtë ki fitu, s'po të nas intervistë. As me dhon një intervistë. Tiron, e njëjta vlen për ty, shumë nuk është ky çmimi i parë gjithsesi. Jo, është edicioni 2 se fitoi gjysmaratonën e Prishtinës. Edhe mu më thonë se kundërshtari i dytë, unë bëjsha masi përfundoj gara, bona i gara, me ata shokët se vrapoj, ka qenë luftë e ashpër për vendin e dytë dhe vendin e tretë, se vendin e parë thove çdo ditë. Për mu gjithmonë Prishtina mjep një farë lloj frymëzimi ku vrapoj, është gara, mu më thonë, eventi më i madh i sportiv që organizohet në Kosovë për atletik, e për mu gjithmonë është kënaqësi me vrapu në Prishtinë, për arsye se edhe vitin e kaluar nuk kam mujt me vrapu për arsye shëndetësore. Edhe si vjetë, jam kthy domethënë me qatë bindje për janarit, kur kam fillu përgatitje, kam fillu maraton Prishtinës më vrapu gjithçysh. Edhe kam pas Prej janarit ke fillu përgatitjen? Kam fillu përgatitjet, po edhe gjatë janarit pasi kam pas disa lëndime të tjera që më kam përcjell, po gjithmonë jam qenë i bindur, në fakt në janar kam pas qëllim me vrapu maratonin e plot, full maratonin, por për arsye që nuk kam mujt më përgatit me atë kohë që kam dashur ne, mandej jam shkuar 21 kilometra kam vrapu. Të dytë keni kategori të ndryshme, në këtë rast Tironi i ndjek maratonat pak më tepër dhe distanca të ndryshme gjithashtu, ndërsa Gresën e kemi pak më ndryshe prej Tironit ndjek medaljet olimpike. Apo jo? Unë jam të ajo pjesa mu më pëlqen ajo pjesa e stadiumit ku bën 80.000 shikues edhe ti krejt vëmendja është te. Pavarësisht që tash me plan programin e ri, unë synoj normën olimpike në maraton në Los Angeles, edhe di që shumë shpejt duna mu shpërngull pikë kësaj pjesës pistës, edhe mu fokusu te pjesa rrugore. Mirë po mundona edhe këto 2 vitet e fundit paktën me shfrytëzu sa ma shumë pistën, për shkak se që tash është pistë 400 metra dhe i rrëthuar me rreth 80.000 veta në stadium me tifozëri, kështu që është një adrenalin e jashtëzakonshme, që sa herë që shkoj edhe vrapoj, qoftë kampionat botror, qoftë lojrat olimpike që kanë marrë pjesë vitin e kaluar, është një ndjenjë që ti ndihesh shumë krenare me veten për çdo sakrificë që ki bo në momentin kur ti del edhe vrapon përfaqësuese e shtetit tënd përballë shumë njerëzve që të shohin atë ditë. Dhe ke më shumë se 15 rekorde shtetërore apo jo? Dhe me thëmë pothuajse edhe këtë disiplinën që Tironi ka vrapu, ne kom vrapu edhe mbaj rekordin shtetëror. E di që shumë lehtë kisha thyer edhe të maratones, mirë po dëshira e madhe për me nxjerr normën olimpike është që e kom shty ma shumë për mos me vrapu maratonen, sepse kom dëshirë që vrapimin e parë që unë edhe synojt me qenë norma olimpike, me qenë po të njëjtën kohë rekord shtetëror i bindshëm, pra ma i thellë, sepse gjithmonë e kom pas atë synimin që nëse thej rekorde shtetërore, me thy shumë thellë rekorde shtetërore, jo thjesht me liju tjetrin me ardh edhe me thy lehtë.
Gjithmonë i kom thonë trajneri duna me thy qatë rekord, që personi tjetër që vjen me thonë, sa shumë pas ka punu për me bo qëtë rezultat. Kështu që kjo është një prej arsyeve që vetëm maratona më kam bet pa qenë rekord shtetëror jemi. Po besoj që do të vije edhe ai moment. Po kthehem tek Tironi dhe po e diskutoj jo vetëm këtë fitore, e përmende që është e dyta dhe nuk është e vetmja brenda shtetit, ka edhe shumë të tjera të cilat ti ke marrë edhe jashtë vendit. Këtë muj kam vrapu diko, mos gabofsha, prej me datës 5 shtatorit, çdo javë kam vrapu në gara. Në garat ndryshme. Në Kërqov jam dali 5-ti. Mandej kam vazhdu në Gjakova Trail në Gjakov, kam vrapu në 12 kilometra. Njetin ka qenë edhe Kupa Kosovës në qatë fundjavë, ku kam vrapu dhe më thonë 2 gara në 5.000 metra dhe 3.000 metra. Mandej kam vrapu në Strug, me edhe 10 kilometra, edhe tash kjo ke java e 4 të garave, ku arritëm Prishtinë me fitu vendin e parë. Tash këtë vikend vrapojnë në Greqi, edhe mandej e shojmë qysh. Dhe ti, po thuaj se gjatë gjithë kohës jenë podium. Po, ke qenë edhe viteve të kaluara... Po, që të muj nuk e di shka... Veç në podium më të najtë, a? Numri fatë më doke që numri 33 ku numri fatit. Çfarë po ndodh me numrin 333? Hajde trego ma historian. Nuk e di arsye me ta kërcu, po, ka qenë numri me fat. Ti po e kërkon tani numrin? Sa herë po shkon... Jo, numri me ma kanë, ku jam regjistruar maraton, më ka rarë rastisht numri 333 dhe kur ma kanë dërgu, më kanë thonë që e ki numrin 333, e ki numrin shumë me fat. Edhe që a i fatë, më doke më këpërcel. Po të përcil gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës. Ke qenë në garë shumë ngusht me jo shqiptar, me Kenjan, Etiopian, çfarë janë nacionalitetet të ndryshme, por gjithsesi ke dalë fitues. Duke marrë parasysh që sidomos ato nacionalitete janë të njohur edhe për thyrje rekorde botërore në këtë rast, ti dole i pari pa dyshim. Në fakt, vrapus që kam vrapu në 10 km e para, që kina përcil, më thonë 10 km një ritem, kanë qenë vrapus që kam vrapu në maraton. Po, këtë kohën jam konë, më thonë, pacemaker i tëve. Nuk kam lonë që ata jam e dojnë me marrit ritmin, ose me shregullu grupin. Në këtë kohën jam konë, e kam odhejq grupin dhe në kilometrën 10.5, ma ndë 10.5, 21 km ka pos më këthy. Me marrë pesën për... Më këthy për më bo 21 km. Ma ndë unë e denë që të jam konë të opri, mu i me thonë të mojtë ritmin e garës. Po shka konë ma e lezeqme që ti vrapimit ka pos njerës onash, edhe momentin kur thëshin... E kemi një foto në regjia në qofë se... Momentin kur vrapojshim na dhe thëshin, këta dhe tikin e njekjen, edhe të shun janë nisë me kesh, dhe që këtë ku ka shqiptarë, se na kesh e kuptaj shumë koke. Edhe konë, gjatë këtë rrugës, me thonë, 10 kilometra që të fjellë nga kanë përcjellën e këtë kohën, mu më vike me kesh. Kesh atë, që këtë ku ka shqiptarë, se për mdo këtë e kuptaj, shka përdoj, shka thamë. Po për mu ka qenë, mu më thonë shumë knaci, me ngojt me një rang me atletan për kinis, edhe këtë kohën, edhe kur vrapojmë, kur i përcellim ujin, një tjetër është adim knaci edhe ma madhe, edhe pse i e konkurencë i farforme, një tjetër i jopim suport qatë garës. Po, e tregon një loj mirëkuptimi edhe ka një shpirt sportisti brenda kësaj. Po e shumë mirë, sepse jo gjithmonë jemi mësu me e po në komunitet. Në maratona zakonisht ndodhë, mu i me thonë ndodhë deri, nëse është 21 km dhe 1 km 19, e kikit mirëkuptimi me atletat tjerë, ja shpendojnë ujin, mas kilometrës 19, asë ja ti se nuk e një kërkon më heqë. Po normalisht tani është aty... Lufta për podiumit. Po, shumë e vërtet. Si ka qenë organizimin në përgjithësi, kemi pa shumë kritika sa i përket organizimit të garës. Po flasim tani për gara në Prishtinë, po pëse ju ndoshta mund të flasim edhe për gara në përgjithësi të cilat organizohen në Kosovë. A jemi mjaftueshëm në nivel me gara të tjera? Po të lutem. Si vjetë definitivisht ka qenë organizimi më i mirë... Që ka mund të jetë në vite. Par arsye që nuk ka pas makina, 2 ediciona më përpara ka pas makina gjatë rrugës ekstrem shumë, edhe nuk u konë mirëkuptimi i qytetarëve në këtë rast. Po këtë vit, unë e përfoli gjithmonë për pjesën e parë, ku kam përfundu gonë, ka qenë, domethënë nuk ka pas as makina gjatë rrugës, edhe njerës e kanë mirëkuptu një farforme, janë skaju onash, kur janë konë në shteg, janë dalë për makinave dhe kanë rejtë shuplakët, në kanë japë një farë loj për kraja gjatë garës. Po i me thonë, si vetë ka qenë ndërë, të më thonë, ka pasë përmirësim shumë të madhë në organizim të maratonës. Normal, gjithmonë ka apsirë për përmirësime, po për ndryshe ka qenë organizim shumë i mirë.
Gresa? Njëjtë, dhe më thonë bashkë ma heret, para se më artu, në kesh me sekretarin, edhe thash hera e parë, një teme që unë e kom vrapu dhe kom përfundu garën pa pas nevoj, mi thonë, largoni makinën, ose po vjen, dhe më thonë, tymi makinës më pengoj ke viteve të kalume, këtë vit u konë shumë ndryshe. Plus që më ka pëlqy pjesa tjetër që e tha dhe Tironi, unë kur kom marrë 500 km e parë, më zhdesh me bo ndrimin. Edhe shumicën e sportistave kom po t'i orë, dhe më thonë, jem kondi vrapu vetë, kërse tjertë ishin t'i orë, gjithë që më ka pëlqy shumë, për shkak se zakonisht nuk i takoj sportistat e tjerë. Dhe më thonë, i takoj vishë pjesën e startit, edhe pas përfundimit garës që i takoj, që i urojmë një tjetrin. Mirë po gjatë garës, dhe më thonë, mi taku edhe me të suportu ata në momentet vrapimit, këtë ndjenjë kum pas vetëm Shkup, maratona e Shkupit, që zakonisht takojmë atlet njëni me tjetrin për shkak se jonë vajtje ardhje vrapimi, po e njëjtë ndjesi u konë edhe këtë vetë në Prishtinë. Saj radhe në Prishtinë. Kemi qenë para një javë në maratonin në gorën 10 km në Strug. Edhe unë e Gresa ishim në kategorinë 10 km, edhe ka qenë shtegi 2 radhë mi bon 5 km. Edhe këtë kohëna u dojshim u taku. Në vishë me tuë, këtë rrugës, e marisha të porën, e bësha, hajde, easy. A, vetë vishim, a vetë që ishim 2 të kërësu gorën shumë lërgë prej vendit 2 e vendit 3. Pas ka qenë asë situatë edhe njëherë një çokoladë? Edhe një gjyrë t'i shkot. Edhe një gjyrë çokoladë. Edhe një gjyrë edhe një çokoladë me vete. Plus ky gjakovarë, s'kishin shukur. Jo, ka qenë interesant se edhe në gorën, përmënoj, jashtë Kosovës, ku shkojem, nuk është taj pjesa të t'jopin support. Pa ma parasysh për qëllit shtetë vjen, të t'jopin support maksimum. Na kena po supportin në Strug, mas çdo gjiro se kena bo, i kanë rrejt deri policia ka Kanë duar turki. Bravo, edhe është dishka një knasi shumë e madhe. Është një ndjesi shumë e mirë, sidomos kur edhe shikuesit për rreth, ani pse ata nuk vrapojnë thjesht janë suportues, janë mbështetës për ata të cilët janë në një siklet, po e themi, se është një siklet, një luft është edhe ajo në fund. Se kuptojnë, ka ndodhë shumë herë, për shembull, garën e Prishtines, unë vetëm 2 natës këtë arpi udhëtimit, edhe dhe më thonë shumica njerëz ma bëjki, urime, dhe më thonë, pavarësisht që ti je atlet shumë i mirë, je përfaqësuesja më e mirë e shtetit, garës nuk i dihet, gara është shumë e gjatë, do një herë, dhe më thonë, unë mendoj që na kena ma shumë, unë si Gres, kom shumë ma shumë përgjegjësi, shumë herë për shkak se me qenë kampion, do shta është edhe jo e letë, po ma e letë, mirë po me mbajt titullin kampion për shumë vite është shumë e zërë për shkak se njerës pritshmëria e tyre është shumë e madhe. Edhe sekretarit i thësha, as nuk po mujmë i tregu kërkujt që unë e kom një muj pushim, dhe me thonë bas Tokis, unë e kom një muj pushim, edhe dhe me thonë ma bëjke sekretari, le, më se bë shumë madhe, se sigur t'kime fitu për. Mi o thonë njerëzve, e kam pas një muj pushim, edhe thonë, nëse hu, për shumë, thonë, kjo është arsetim, arsetime, mos i ka zënë arsetime. Po. Unë djeve ti, ndoshta kështu... E pasigurt? E pasigurt pikërisht për këti pushim? Jo e pasigurt, po thjesht pritshmëria do njëherë pritshmëria shumë e madhe njerëzve mu më pengon, se unë vetë si person nuk kom pritshmëri të mëdhaja. Gjithmonë një më kon ai tipi personi që punoj shumë, pritshmërit i kom atë vogla edhe gjithmonë një me kënaqshme me çfarë do përgjigje suksesi që më vjen. Sa herë që do njëherë ma e vogël kom pas do një pritshmëri shumë të madhe kum dështu. Kështu që e vazhdoj këtë metodën që ma pak pritshmëri ma shumë punë, edhe kur e shisha njerëz që ma urojshin hala pa fillu gara, isha sigurt ndoshta edhe s'ka me më shko mirë, se pavarësisht unë kisha me konkuru me atlete që ish kampione balkanike, e Hungaris, isha me Austrin, gjithashtu, dhe më thonë nuk është që vrapojsha me shtetet Balkane në atë moment. Isha të i vrapu me shtetet Evropës, mirë po njëjtën kohën e disha që performanca jeme është shumë e madhe se sa konkurenca që po vrapoja në ato momente. Mirë po 10 km në shumë gjata, dhe me thonë nuk mundesh me ditë se që ka mundet me ndollë gjatë garës. Edhe ajo pritshmëria e njerëzve qa që e madhe që unë e kom e fitu, dhe me thonë më bëj këtë njëherë... Stras. T'jep pak stres. Më gëzoj fakti, mbi të gjitha që shumicën e kategorive kanë fitu shqiptar, kanë fitu vendasa, kanë fitu kosovarët taman vendas. Kjo është e mirë dhe është gjithmonë kënaqësime e pa vendin ton, sidomos në vendin ton, vendasët në vendin ton që ti marrin pikërisht çmimet e para dhe jo vetëm. Çfarë mendon se duhet bë pak më shumë vendi jonë për me i mbështet atletët si ju?
Hajde ti. Tash unë ma shumë muj me jep kritikat e pjesa e stadiumit, për shkak se jam edhe atlete e fokusuar aty, edhe një prej arsyeve që unë sot tash përngulna në Madrid, është për shkak se nuk kam infrastrukturë të mjaftueshme. Mendoj që ka shumë femna që munden me qenë suksesshme si Korona. Kapacitet ka. Ka kapacitet shumë, bile unë minzi pres në një tardhë me kur e mbylli karrierën me ko një trajnere, për shkak se shoh talenta, mirë po nuk shoh mundësi për ngritjen e rezultateve. Pra unë kom pas fatin që vipi një familje që kom pas përkraje shumë të madhe, sigurisht tash kom përkraje edhe për institucioneve, për shkak se kom arrit një nivel performance shumë të madhe, mirë po tani shoh që rinia dhe me thonë, në që fse dojnë ata me qenë atlet pistes, nuk kam pist. Gjë që i penalizon shumë me konkuru me mu, për shkak se unë jam 10 hapa për para tëmve. Kështu që kjo pjesë më pengon edhe më shqetëson se e di që edhe unë në që fse kisha pas konkurencë më të madhe në Kosovë, kishte me qenë hala ma interesante pjesa. Kualiteti ishte në ngrita akoma më shumë. Ku unë për shembull shpallna sportiste e vitit, ka pothuajse një dekadë, edhe vitin e kaluar nuk u mora as pjesë, për shkak se kam qenë me një kamp, edhe mendoj që nëse i shkon konkurenca shumë e fortë, edhe i kisha lënë kampin një orë sepse i kisha shijuar atë pjesë. Mirë po tash nga që fitoj jo shumë vështirë, për shkak se synimet e mia jo në arenën ndërkombëtare, edhe nuk e shoh shumë emocionuse për me ardhë pjesën, me loni përgatitje për me ardhë në shpallë sportistit. Kështu që kisha pas qef kjo pjesa infrastrukturës, me qenë pak më e shpejt e rikuperume, për shkak se nuk mundet me qenë vetëm një Gresë në Kosovë, po kishin me qenë ndoshta edhe shumë emra tjerë që ishin përmend sot në arenën ndërkombëtare. Shumë e vërtet. Tiranë? Unë me thonë se unë jam i kyqen edhe në pjesën, si me thonë si trajner kondicional i disa sportistave, mas taksisht disa bokserave që boksojnë në boksin profesionist. Unë shka muj me thonë, shka muj me japë si duhet mjekësia sportive me më konë ma avancune në Kosovë, për arsye që performancat bokserave janë shumë të larta, po pjesa nutricionit, ende nuk kena, me thonë, njerëz që mujnë mu përkujdes në këtë pjesën. Për arsye që performancën për kanë shumë të mirë, po për janë disa detaje shumë të vogla, me thonë të ushimit, të humbja peshës e bokserave, që për bën një rol shumë të madh, ose ku t'jenë fazën e fundit përgatitjeve, pjesa e imunitetit ku t'ju bjen, nuk janë mjekët shumë, me thonë, shumë profesional për qatë lami. Edhe gjithmonë edhe pjesa e sallave, infrastruktura tjera, duhen më konë më të avancune që se Kosova si vend ka shumë potencial. Po vetëm janë pjesa, më thonë kushtet, që pak i shkojnë sendet shumë ma kadale, se sa në pjesë tjetër. Shumë e vërtet. Po sa i përket përgatitjeve për maratonat të ndryshme dhe për facimit Kosovës një farforme, ndoshta edhe jo zyrtar, nëse guzojmë ta llogarisim si tillë, a ka ndihma, a vjen, po themi, një ndihmë institucionale në këtë aspekt? Jo, na kryesisht atletat shkojnë përmes sponsorëve. Sponsorë, domethënë njerëz që e dojnë sportin, edhe njerëz që i motivon një farforme, mu zakonisht në vinë edhe më përkrojnë këtë pjesën, ku tash kam disa sponsor nga Gjakova, edhe mundona që çdo sponsor me pas rolin e vetë të kyç, për shembull dikush te pjesa ushqimit, sponsor tjetër te veshjet, edhe më konë domethënë edhe mandej ato këtë nevojat e mia përmbushën dhe unë më vazhdu në pjesën e përgatitjeve sa më të mira. Çfarë përgatitje tani duhet për me arrit këto synime, këto të qenurit në podium, po themin se cilën garë? Duhet më konë, me thonë vetë disiplina. Në pjesën me qenë veç në podium, duhet veç disiplina dhe puna e vazhdushme, konsistenca, se zakonisht na gjatë vitit nashta pushojmë 2 javë ose 1 muaj maksimum. Edhe këtë kohën jena në përgatitje, bën vaki jenë fazat kur jena, ku trupi jonë nuk shën performant, nuk shën, me thonë, progres. Vetëm jena veçëm rri me një pjesë, edhe momentin kur thojmë, edhe nuk vazhdojmë me shty vetën tonë, që me qatë muri, se na del për para, edhe mu në alë, edhe trupi, mëse shkan hapet 10 hapa mrapa, edhe mu nuk kena shansë nëse se kena konsistencën dhe disiplinën, nuk mund me vazhdu më për pare. Edhe gjithmonë është domethënë që ka pjesa konsistencës dhe disiplina që na ma që me metë këtë kohë në podium.
Ndërsa për Gresën është më ndryshe, me qenë se është edhe kategori tjetër, edhe e përmende pak më herët që për një kohë nuk do t'jesh në Kosovë. Për shkak se unë i kom përjetu kampionatin botror, kampionatin evropian, olimpiadën e kalume, edhe unë jam e përmbush me kushtet e Kosovës, që kaq sa kom pas mundësi, dhe më thonë qaq sa mu kanë ofruar, qaq edhe kom përfatsu deri vitin e kalum. Pra deri këtu është limiti sa mund të ofroj Kosova? Deri këtu, për shkak se unë si atlete, nëse ka qenë nevojshme me dalë 3 dite e kom bo. Dhe më thonë, unë si Gresë e kom jep maksimumin sa mu ka jep mundësia me shfrytzu Gresën. Edhe kjo është një prej arsyeve që unë tani ciklin olimpik dytën e mendoj që duhet me jetu në Evropë, me grupin elitar që kanë frymë olimpike me normë olimpike, dhe besoj që ndoshta vetëm me frymën e kësaj seancë servitore unë me qenë po të njëjtin hap me ata. Për shkak se kjo është një pjesë arsyeve që edhe unë kom vendosur me punu me një trajner spanjoll që jeton në Madrid, Antonio Serrano, edhe është një ndër trajnerat më suksesshëm për momentin në botë në disiplinën që unë i përkas. Mirë po, kjo dëshira shumë e madhe që unë me qenë norma e parë historike në Kosovë, dhe më thonë me thyj akullin që edhe një atlet mundet me nëzonë normë olimpike, u konë dëshira shumë e madhe që tjertë në të ardhmen me besu që jo vetëm sportet luftarake, po edhe atletika me vështërësit më të mëdha të mundshme, mundet me nëzonë normën olimpike. Kështu që kjo është arsyeja që po sakrifikoj, 4 vite me qëndru në Spanjë, dhe më thonë lërgë familjes, lërgë gjithë qkafit, vetëm thjesht me qenë olimpistja e parë me normë olimpike në atletikë. Synimi? Dhe më thonë, një herë synimi, qëllimi kryesor është norma olimpike, për shkak se besom që është jo e pamundur, por 99% e pamundur me kushtet që na ofrohen. Më thonë, infrastruktura është zero me çka bën bota në sportin e atletikës. Do të thonë që nëse ti del jashtë Kosovës në Evropë, mundesh me pa çdo 1 kilometër pistë vrapimit, që ata i bojnë vetëm për njerëz normal, do të thonë për ecje normale. Kurse ne fatkeqësisht nuk e kena një pistë licencume. Do të thonë, edhe pretendojmë në zonë normë olimpike, gjë që është e pamundur. Është e pamundur. Pak me pa ëndra me syqeli. Edhe që tha dhe Tironi mjekësia është, bile bashkë kena bisedu një dit me një trajner, kampionat botror, edhe ty diskutu rreth kushteve, tha shumicat e na, thash në Kosovë mendojnë që Afrika, dhe më thonë, qëfar kushte ka të këqia, ka rrit atlet shumë të mdhaj. Jo, Afrika ndoshta një popullat e madhe, ka munges të ushqimit, mirë po mënyrën e zhvillimit atletikës ata e kanë shumë të mirë. Dhe më thonë, unë kam qenë në Afrika ka në nalësim bidetare 3200 metra pist. Në krye qytet nuk e na pist. Dhe më thonë që fëse ti atëherë është për keqardhje me boti krahasimin me Afrikën, që ata kanë pist në nalësim bidetare kurse ti s'kin krye qytet. Kështu që mjekësia e Afrikës është shumë larg me mjekësinë e Kosovës. Dhe më thonë, është e pamundum ata dytë me konkurru njëri me tjetrin. Kështu që Afrika nuk është që ka përparu pi mos zhvillimit tëmve. Ata kanë përparu për shkak se ka një mjedis shumë të mirë, ka një mjekësi shumë të mirë, edhe gjithashtu t'i ofrojnë kushte shumë të mirë atletëve. Për që ato sot edhe jo ndër atlet më të suksesshëm. Edhe me rekordet më të ndaja në botë. Gjithsesi kisha me dashur me diskutu fatin e Tironit, edhe një fotografi regjia të lutem, qit një edhe njëherë në dalje ku është Tironi duke vrapuar baraz me kenjanët. Jo një tjetër të lutem, një tjetër. Ja kjo për shembull, e kemi Tironin duke kryesu grupin pak më herët e folje pikrisht këtë situatë. Mjekësin ketë në rregull, lartësim bidetare në rregull, po gjithsesi Tironi e merr çmimën e para. Është natësi për shembull ku të vrapoj me këta vrapus me vrapën nga Kenia se ku të shajnë në për rrjetet sociale për para, ku në kun më të vëgjel, ku i ki po të vrapu këta, i thejsha me veti, ako më mujtë në jarë... A ka marrë një herë dita? Ako jo, ako më marrë në jarë vetë më kun në rëndë me këta. E tash për vrapoj bashkë me këta, është shka për neve, është ndjenë, adin, muj me që vjetën superhero, këtë rrasë. E të lutem, sepse përveç që e për para e ke marrë edhe vendin, ke qenë pikrish në konkurencë. Për neve është ndjenë me marrë për një shtetit vogët që nuk e ka shumë kulturë me thonë vrapimin edhe vrapimet e gjata, edhe ti më ardhë me kryesu një grupë për kenis edhe me odhejq garen, për mua është nëcia ma madhe në botë. Edhe arritja ma e madhe. Kjo është pse më jep motiv me vazhdu tut. Me vazhdu, edhe me arrit suksese më të mëdha.
Gresën e pyeta ku e ka synimin, po Tironin më mbeti pa e pyet. Synimi... Maraton. Synimi jam me arrit maratonën 2 orë 20 minuta, Po. që ndër synimet e mia, edhe... Deri tani sa e ke? Tash se diku nashta 8 vjet nuk kam varpu maraton. S'ke bë maraton, a je koncentru tek distanca ma të shkurta? Jam vetëm 21 kilometra që më arrit një kohë që muj me përvallu masa maratonin. Maratonin me pata përfundu në 2017 që në 3 orë official në maratonin e Romes. Dhe për ati momentin më s'kam varpu më maraton, se ka qenë diçka që me të këtë drejten mas e përfundojsh maratonin lodhë kërë shumë. Edhe do të ketë 2 mujtë... Janë 22 kilometra në pyetje, kështu si... Me pauzu pak ma shumë, edhe tash muj me thonë që jam i pjekun, edhe fizikisht, edhe ma shumë emocionalisht, psikikisht, që me përvallu një maraton shumë ma mirë, edhe muj me synu vitin tjetër, më arrit nashta për fundi 2.25, adin, që synime kam tash... Aty është qëllë. Shka shojnë, shka var... është që fati pak, më shpërsu. Ata treshin. Shumë knaci që ju pata në studio, falënderit për gjitha këto që ndajtet me ne, sepse jemi te minutat e fundit. E krejt për fund kisha dashur ndoshta një mesazh nga ana juaj për gjitha ata që po na shohin, po ndoshta pse jo institucioneve, meqense se ato janë kryesoret për me i mbështet atletët sikur ju, që në një farë forme pa marrë parasysh kushteve ne po dalim faqe bardhë në fund të ditës. Unë për momentin para një javë, më me thonë që e ku marrë edhe informacionin që jam bursist olimpike për lojrat olimpike Los Angeles, kështu që unë thjesht jam falenderuese që i kam bërë një vlerësim duhur bordi ekzekutus, kurse për Tironin i uroj sa ma shumë suksese edhe me pas përkraje ma shumë, se e di, kom qenë pozitën e Tironit edhe e di sa vështirë është pa përkraje, edhe i kisha vdesh që një ardhmë me shumë të ofërt, jo vetëm unë, po dhe Tironi më njoftë si maratonisti ma i mirë i kohrave. Tiron? Une kam qefe që gjdo i ri në këtë rast, pa marë për arësysh qëfar ondra ka, me vazhdu ondrën e vetë se nëse hiqet disiplinën dhe konsistencën e punës, këtë ondrat bojnë realitet. Shumë e vërtet. Edhe unë gjithmonë besojnë që të pjesën. Shumë e vërtet dhe ju jeni